më lejoni që të zhvishem nga çdo nuancë partijake dhe më lejoni të flas si nën, më lejoni të flas si dikush që sot ndjen dhimbjen e cilës do familje që ka humbur fëmijën dhe të atyre të cilët sot nuk kanë siguri. E di çfarë më tha Xhaxhai i djalit 8 vjeçar që është në spital? Do duhet mendojmë ta ikim jashtë shteti. Do duhet të mbrojmë fëmijët, jetën e fëmijëve, tha, e kupton se në çfarë situate jemi? Pra, me shumë të drejtë ju thatë po e ngrini zërin. Dhe patjetër që ndoshta për shkak të situatës dhe për shkak të atyre që un kam parë këtë ditë, patjetër që po e ngre zërin. Po e ngre zërin edhe nga ato familje që më kanë thënë të lutem, ngreje zërin për ne në çdo televizion ku shkon që mos ketë fatin e fëmijëve të shqiptarëve, atë fat që patën fëmijët tanë. Po, edhe kërkoj ndjes ndoshta për ngritjen e zërit, por më lejoni që këto ngjarje dhe unë u bashkova me ju në subjektin e debatit. Unë jam pedagoge, para se t'jem politikane. Patjetër. Çështja është që të mos na darojnë politikën në atë rast, pra me çfarë do flasim. Jam nën. Se në raportin e prindrit dhe sigurisë qytetare, jam me ju dhe me çdo qytetar. Po me 67.000 lekë në kempit. Mos bëjmë akuza politike nëse do i flasim si prind. Pra kjo është diferenca që duhet të bëjmë. E djalit 13 vjeçar. Të shojmë duart e atij babai. Nuk e vend diskutim fare. Vetëm duart. Shikoja duar pune. Gjithkush që punon në këtë vend ka vështirësitë e veta. Shikoja janë duar pune, sakrifice për të arritur fëmin. Me 67.000 lekë kemp, tha, unë prisja që fëmijat më rritet më dilte krah. Pra ky është moment sot, nëse ju hajdeni si media të shkojmë dhe shikojni këtë që po them unë. Pra ky është një moment i thellë reflektimi.